Megjithse ka marrë 5 milion lekë të vjetra fonde për të blerë libra, Biblioteka Kombëtare u ka bërë thirrje dhuruesve apo donatorëve për të pasuruar rafte me tituj të rinj. Ne kemi një fond vjetor i cili është rreth 5 milion lekë të vjetra, nëse më lejohet flas me të vjetra, që përdoret për blerje të kësaj natyre. Po i quajmë viti i donacioneve, ftojmë njerëz, publik, shkencëtarët, studiusit, por dhe njerëz të biznesit ose njerëz që kanë të ardhura materiale, t'i ofrohen bibliotekës kombëtare për të bërë një gest dhurimi. Veçanërisht për të pasuruar gjithnjë më shumë këtë fondin ton albano-balkanologjik. Drejtoresha e Bibliotekës Kombëtare Persida Aslani ka bërë për të herë të parë analizën e institucionit që drejton tashmë prej një viti dhe shfrytëzoi rastin për të lançuar një projekt të ri. Një projekt i cili në thelb ka zgjerimin e hapësirave të bibliotekës, në mënyrë që dhe libra të mund të ruhen në kujdes të plotë. Lajmi i mirë është që Bibliotekës Kombëtare do t'i jepen hapësira që do të lejojnë te kalimin e këtij ngërçi dhe jo vetëm të ruajtjes së librit, por edhe të hapësirave për publikun, për hapësirave të shumta për të shfrytzuar librin ashtu siç ndodh në çfarëdo biblioteke dhe pse jo edhe një sallë e përhershme ekspozimesh. Kjo javë përkon me 95 vjetorin e Bibliotekës Kombëtare, ndaj të janë parashikuar hapja e ekspozitave të ndryshme, në mënyrë që vizitorët të njihen me tituj të rinj.